إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. على رسولنا صلوات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب ذا الجلال سبحان الله. الحمد لله الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. الفاتح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falenderimet I takojnë vetëm Allahut një dhe I vetëm. Vetëm Allahun e falenderojmë, vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Çojmë salavatet mbi më të mirë njeri, mbi Muhammedin Mustafa, mbi shokët e Tij dhe mbi të gjithë besimtarët, të cilët anë kanë botës ndjekun udhëzimin profetik. Të dashur besimtar, dita e Kurban Bajramit është një prej ditëve më të dashura te Allahu subhanahu wa taala. Dhe ditët e Dhulhijhes të këtij mujit janë 10 ditët më të dashura te Allahu subhanahu wa taala, pikërisht se përmbyllen me ditën e Kurban Bajramit, siç Allahu azza wa jall e ka thënë në Kur'anin famlart, Yawmul Hajjil Akbar, është dita e haxhit të madh. E përse kjo ditë pas ka një vlerë kaq të madhe te Allahu subhanahu wa taala, sa që na ka bërë fest dhe gëzim për të gjithë muslimanët deri në ditën e gjykimit, për vetë faktin se pikërisht në këtë ditë profeti Muhammed alayhi salatu wassalam e ka bë haxhin e tij të lamtomirës. E sikur të shkputemi pak me e një gju hutben e fundit të profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, I cili pikërisht në këtë ditë, duke ju drejtu shokëve të vet, të cilët e kishin rrethu dhe I ndigjojnë mirë këshillat e profetit sallallahu alaihi wasallam, pasi që e din se janë këshillat e fundit. E duke marrë prej dritës së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, I ndigjojnë këto fjalë. I drejtohet profeti sallallahu alaihi wasallam dhe I thot: Ayu shahrin hadha, në cil muaj jena? Ata I thonë: jemi në një muaj të shajt, shahrun haram. Ayu yawmin hadha, në çfarë ditë jemi? Edhe I thonë sahabët e nderuar profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, jena në një ditë të shajt. Në çfarë vendit jena? Përsëri I drejtohet profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe I thonë në vendin e shajt, o I dërguari I Allahut. Muji I shajt, dita e shajt, vendi I shajt, Mekka e bekume. Atëherë I drejtohet ai zotni sallallahu alaihi wasallam me këto fjalë dhe I thot: me të vërtet që gjaku juj, pasunia juj, nderi juj nërmjet jush është haram, ashtu siç ky muj, kjo ditë dhe ky vend është I shajt. Gjaku juj, pasunia juj dhe nderi juj janë të shajta, ashtu siç këto ditë, ky vend dhe ky muj është I shajt. Këshilla prej këshillave më të bukura I ndigjojmë dhe I lexojmë në haxhin e lamtomirës, ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sikur po na lën amanetin dhe po shkputet për jetës së kësaj botet, dhe me hak edhe me të drejtë është quajt hutbeja e lamtomirës. Pikërisht në këtë ditë, në ditën e Kurban Bajramit,
profeti Muhammed alayhi salatu wassalam shpejtonte të shkonte nga Minaja tek gjujtja e gurëve, shpejtonte i zotnia alayhi salatu wassalam të bate kurbanin, shpejtonte të shkonte në Qabën e madhnueshme dhe me e bat tavafin dhe ecin mes dy kodrave që na kujtojnë babën e profetëve Ibrahimin alayhi salam, duke na elan sunet dhe tradit veprimin e haxhit për ata që kanë mundësi. E pikërisht sot haxhilerët në Mekën e bekume i ka zanë sabahu në vendin e quajtur Muzdelife, pa kilometra nga Qabja e madhnueshme, dhe me lindjen e diellit ato nisen drejt ritualeve tjera. Edhe është një prej ditëve ma të dashtuna, ku vetë profeti alayhi salatu wassalam thot dita ma e dashtun e Allahut është kjo ditë, dita e Kurban Bayramit. Kjo ditë të dashtun ne na e kujton edhe sakrificën e profetit Ibrahim alayhi salatu wassalam. Në ajetet e surës Safat, ku Zoti subhanahu wa taala na tregon sakrificën e Ibrahimit, se si Allahu azza wa jall e shpagoi gjakun e birit tij me një dash i cili zbret nga qielli, na tregon disa mësime të mëdha. E para që ne kuptojmë është se sprova është pjesë e jetës së njeriut. Sprova në të gjitha aspektet e jetës është një prej provimeve që Zoti Azza wa Jall nuk i ka lanë profetët pa i sprovu. Pra njerëzit ma të dashtun të Allahut, njerëzit ma të mirë dhe ma fisnik, Allahu subhanahu wa taala i ka ngarku me disa sprova të mëdha. Ibrahimi alayhi salam në një moshë të shtyme e urdhnon Allahu azza wa jall që me e ba kurban djalin e vet. Dhe ai i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala, por nëse ne do të kërkojmë ose të holumtojmë edhe tek profetët tjerë, do ta shohim se sprova është një prej gjanave që nuk i ndahen asnjënit prej tyne. Do ta gjejmë një profet i cili është i smur për vite me radhë derisa largohen familjarët e tij. Do ta gjejmë një profet tjetër i cili përfundon në barkun e detit. Do ta gjejmë një profet tjetër që nuk e beson populli i tij. Do ta gjejmë një profet tjetër që jeton me vite tek populli i vet dhe i bajnë keq ose e vrasin. E historia e profetëve të dashtun është e mbushur me shembuj të sprovave. Një mesazh sikur den me na than Allahu azza wa jall që nëse unë ju sprovoj ju në jetën e kësaj botet, ju nuk jeni më të mirë se sa të dashtunit e mi, profetët e Zotit. Nëse unë i kam sprovu profetët, ky do të jetë një ligj për të gjithë njerëzimin. E atëherë secili prej nesh në rrugtimin e tij të kësaj jetet, nëse haset me vështirësi, me sprova, le t'i kujtojnë vështirësitë dhe sprovat e profetëve, t'i kujtojnë sprovat e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam, ku i vdesin fëmijët e tij sa është gjallë, përveç Fatimes radiallahu anha, dhe me dorën e tij profeti Muhammed alayhi salatu wassalam i varros populli i vet që i beson të amanetet dhe ja kishte ngjit atë llagapin besniku. Ishte pikërisht ai popull i cili e detyroi të dalin dhe të largohet prej Mekës. Edhe kur i ngjoi profeti alayhi salatu wassalam këto fjalë nga Waraka, një dietar i cili ishte i shtym në moshë dhe e njifte historinë e Teuratit dhe të Injilit, dhe kur i ngjoi
se profeti alayhi salatu wassalam ka pa Gjibrilin dhe çfarë i ka transmetuar prej Allahut azza wa jall, i tha: sikur të isha gjallë kur populli jot do të përzajnë. Dhe aso kohë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me të drejtë u habit edhe tha: e wa mukhrijiyahum, a kanë me më përzan val populli jem. Pra nuk e perceptote i zotni alaihi salatu wassalam për vetë faktin që kishte një pozitë të lartë tek populli i tij. Dhe i tha ky plak i urt dhe i ditën: nuk ka profet që ka ardhë me këtë që ki ardhë ti, pra me shpallin hynore, vetëm se populli i tij është bë armik. Prandaj sprova është një realitet ku haset besimtari në jetën e tij të përditshme. E ne duhet të dim të sillemi në rast sprove. Asnjëherë mos na shkojnë në mend që mua anku dhe me thanë pse Allahu po më zgjedh mu me më sprovu, por ta gjejmë lidhjen dhe forcën tek krijuesi i gjithësisë, tek Allahu subhanahu wa taala, me mbështetje dhe me kërkimin e ndihmës. Në mësojnë këto ajete të surës Safat, kur ne na tregojnë sakrificën e Ibrahimit alayhi salam, se Allahu azza wa jall sa do që t'i qojnë sprova dhe vështërsi besimtarit, Allahu nuk e harron besimtarin. Allahu nuk e lën në balë besimtarin. Allahu nuk e dorëzon dhe nuk e harron besimtarin. Dhe sprovën Allahu azza wa jall ja dërgon që me e lartësu besimtarin, që mos me e harru Allahun azza wa jall, që me ja batë ditën që është i dobët, që me ja kujtu se kthimi është tek Allahu. Mirë po, ai që është besimtar, e ka zemrën e mbushur me iman, ashtu siç Allahu azza wa jall e sprovoi Ibrahimin alayhi salam, por në fund, pasi që shikoi sinqeritetin e tij, e shpagoi me një kurban, me një dash i cili zbret nga qielli. Ashtu Allahu subhanahu wa taala don me pa zemrën e çdo besimtarit, don me pa sinqeritetin e të gjithë njerëzve, ku i çon Allahu azza wa jall një vështirësi dhe një sprovë. Nëse besimtari i kthehet Allahut, i kërkon ndihmë Allahut, edhe nëse ka ba gabime dhe gjunahe, atëherë Zoti azza wa jall shikon zemrën dhe sinqeritetin e besimtarit. In ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra. Nëse Zoti shef në zemrat tuaja hajër dhe sinqeritet dhe mirësi, ai do të japin mirësi pas mirësijet. Këto ajete të surës Safat në nxjerrin në pa sakrificën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe në nxjerrin në dukje se Islami ka dy kuptime. Kuptimi i parë është kuptimi sipërfaqësor, ku besimtarët i bajnë adhurimet e tyne, e thojnë shahadetin, e falin namazin, e japin zekatin, ai që ka mundësi shkon në haxh, e agjerojnë Ramazanin, largohen prej gjunaheve. Kjo është kuptimi i parë, ose medalja e parë e Islamit. Për është e një Islam tjetër kuptimor ose shpirtëror, ku tregon në nështrimin absolut të besimtarve ndaj caktimit të Allahut subhanahu wa taala, tregon kënaqësinë e një besimtarit me caktimin e Allahut, sa do që i vështirë të jetë për besimtarin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, thot Allahu azza wa jall, pasi që të dy, Ibrahimi dhe Ismaili alayhi salam, u nënshtruan
dhe e shtriu djalin e tij për me e bë kurban. Të dy u nënshtruan ndaj caktimit të Allahut dhe urdhrit të Allahut subhanahu wa taala, që ne si besimtar me na dhanë një mesazh që urdhri i Allahut duhet me ju nënshtru. Urdhnit të Zotit, nëse ne nuk i nënshtrohemi, do t'i nënshtrohen besimtarët tjerë, do t'i nënshtrohen të devotshmit tjerë. Në jetën tonë duhet që zemra jon të jetë e lidhur me Allahun. Islami i cili nënkupton bindjen dhe nënshtrimin absolut ndaj madhnisë së Allahut azza wa jall. E pastaj nuk habitemi nëse shohim shembuj të tillë ku profetët e Zotit, ku Allahu azza wa jall i çoi sprova të ndryshme, ato i mirëpriten sprovat e Allahut, biles ishin të kënaqur se Allahu azza wa jall po i vete në provim dhe do të ishin prej atyre që do ta kalojnë atë provim me sukses, duke i fuqizu marrëdhëniet e tyre me Allahun subhanahu wa taala. Historia e Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit, histori e cila është kryefjala e Kurban Bayramit, ku Allahu azza wa jall për këtë shkak na ka lanë tradit veprimin e kurbanit deri pra në fundin e kësaj botet. E kuptojmë edhe këtu mirë se Islami i ka të dy këto medalje, atë si përfaqësoren që e veprojmë, por sinceritetin e brendshëm, se si ne e veprojmë atë. Prandaj thot Allahu azza wa jall për sa i përket kurbanit: "Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Me të vërtet që Allahut nuk i shkojnë gjaku apo mishi i kurbanit, por tek Allahu shkon devotshmëria e juaj. Tek Allahu azza wa jall shkon sinqeriteti i besimtarit. Ndoshta të gjithë e falim namazin me xhamat, por njëri ka më sevap se tjetri, sepse ka qenë më i përqendruar në namaz, e ka pas zemrën më të lidhur në namaz, ka pas sinqeritetin më të lartë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i shpërblen sipas njetit dhe sipas devotshmërisë së besimtarit. Dhe le të jetë kjo histori dhe kjo sakrificë e Ibrahimit alayhis salam dhe djalit të tij si një mësim për të gjithë ne, për të madh dhe të vogël, që ne duhet i kthehemi Allahut azza wa jall, duhet i nënshtrohemi Allahut krijuesit fuqiplot. Në jetën e kësaj bote rrugëtimi është i gjatë dhe rrugtimi pa forcën dhe ndimin e Allahut është i vështirë. Nëse ne kërkojmë bereqet, nëse ne kërkojmë sukses, nëse ne kërkojmë mbrojtjen e Allahut, ne duhet të nënshtrohemi Allahut subhanahu wa taala dhe t'i bindemi. Dhe mbi të gjitha, çdo herë dhe çdo moment mos të harrojmë se sinqeriteti është kulmi i çdo adhurimit, siç edhe profeti alayhi salatu wassalam tha: ihsani, bamirësia është një prej gradave më të larta. Ta adhurosh Allahun sikur ti duke e pa atë, edhe nëse ti njëtën e kësaj botet nuk mundesh me e pa Zotin, dije mirë që Allahu të shef ty. Elus Allahun azza wa jall që ta bajnë këtë ditë festet për mbar umetin musliman. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الكبير خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الشريك والشبيه والنظير. الله أكبر ما ذكره الذاكرون، والله أكبر ما هلل المهللون وكبر المكبرون. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه تسليما مديدا أكثر. Falëndërimi I takon Allahut që është I vetëm në njësim dhe adhurim. Dërgojmë selame dhe bim salavate mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, që përgëzoi ummetin dhe bashkoi besimtarët në fjalën e tauhidit, dhe mbi të gjithë ata që ecin me dritën e kësaj dëshmie deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër e motra besimtar, mirësisë së kësaj dite të xhuma ju shtua madhështia Kurban Bajramit. Në këtë ditë besimtarët I afrohen Allahut xhaleshanuhu me kryerjen e obligimeve të ndryshme e në veçanti me prerjen e kurbanëve, si simbolik e kësaj dite. Ditët e festeve në Islam janë ditë dinjiteti, meditimi dhe reflektimi. Teksa jetojmë një realitet që na nxit të vrapojmë pas pasurisë, karrierës, pozitës, kënaqësive të përkohshme në këtë botë kalimtare. Shumë njerëz harrojnë se ekziston një lloj tjetër nxitimi, ai drejt Allahut xhaleshanuhu, krijuesit të gjithësisë. Allahu xhaleshanuhu, ashtu siç u shpreh në fakt Musa alayhis salam, duke ju komunikuar Allahu xhaleshanuhu, duke thënë ajiltu ilejke rabbi li tërda, nxitova drejt teje o Zoti im që ti të jesh I kënaqur ndaj meje. Domethënia e madhe këtij ajeti kuranor e shikon në numrin e madh të haxhilerëve teksa kryen ritet e haxhit, dhe besimtarëve kudo në botë që I bashkohen kësaj atmosfere në këtë ditë të Kurban Bajramit. Pa dyshim që të nxitosh drejt Allahut xhaleshanuhu është zgjedhje zemre. Është ndjesi e veçantë. Të nxitosh drejt dikujt është një veprim që për herë buron nga dashuria, dëshira dhe nevoja. Askush nuk nxiton drejt diçkaje që nuk e do, që nuk e meriton. Kur Musa alayhis salam ju drejtua Allahu xhaleshanuhu me fjalët nxitova drejt teje, ai shprehu dëshirën e madhe për të qenë pranë krijuesit të gjithësisë. Në këtë shprehje ka bindje, ka përullësi, ka dashuri dhe njohje të plotë të vlerës që ka lidhja me Allahun e madhëruar. Fjala Rabbi, Zoti im, nuk është thjesht një emërtim formal që e përdorim në ditët e përditshme, por një thirrje intime për zemrat nga një rob që e njeh Allahun si krijues, mbështetës, mëshirues dhe udhëzues në jetën e tij të përditshme. Është një lidhje e drejtë për drejtë që tregon besim të plot dhe dorëzim të zemrës së tij. Musa alayhis salam e përdori këtë fjalë jo vetëm si një formë respekti, por si një shprehje dashurie dhe përkushtimi të madh. Musa alayhis salam nuk u shpreh duke thënë nxitoj që të më japësh xhenetin, as që të më shpëtosh nga zjarri, as që të më ndorosh,
as që të më japësh pasuri apo karrierë në jetën e kësaj bote, por u shpreh duke thënë që të jesh i kënaqur ndaj meje. Ky është qëllimi i jetës së besimtarit. Është niveli më i lartë i besimit, kur nuk kërkon tjetër veçse kënaqësisë së Allahut me adhurimin që bën. Kënaqësia e Allahut është më e vlefshme se çdo sukses tjetër në jetën e kësaj bote. Dhe në këtë kontekst, Allahu i madhëruar ka përmendur në surën Tobe duke thënë: "Wa ridwanun min Allahi akbar." Dhe kënaqësia nga Allahu është mbi të gjitha gjërat. Kur një besimtar e ka këtë qëllim në zemër, çdo gjë tjetër është e lehtë, sakrificat, sprovat, privimet, të gjitha kanë kuptim domethënës. Në të gjitha këto rrethana u gjend familja e Ibrahimit a.s. dhe familja e tij. Por fal besimit tek Allahu xhaleshanuhu, sigurisë, bindjes së madhe i dhan kuptim largpamës për brezat e besimtarëve pas ardhës. Në fakt, kjo ishte mënyra e të jetuarit dhe qëllimi i jetës i të gjithë të dërguarve të Allahu xhaleshanuhu, për të cilët Allahu xhaleshanuhu shprehi mirënjohje duke thënë: "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Ata përpiqeshin për punë të mira, na u luteshin duke shpresuar e duke u friksuar, ishin respektues ndaj nesh. Thirrja dhe shprehja e Musait a.s. "Ajiltu ilejka rabbi litarda", nxitova drejt teje o Zoti im që të jesh i kënaqur. Nuk është një frazë e thjeshtë të thënë nga Musai a.s. në një kohë të caktuar, por ajo është moto e jetës së besimtarit. Është thirrje koherente dhe nxituar për të kryer vepra të mira që të afrojnë tek Allahu xhaleshanuhu në çdo kohë dhe vend. Nëse të nxituarit e pakujdesshëm në kryerjen e veprave në fenë islame është i dënueshëm. Allahu xhaleshanuhu të nxituarit e vetëdijshëm, të kontrolluar, e ka urdhëruar në kryerjen e obligimeve dhe dispozitave hyjnore në shumë ajete kuranore. Ajete të tilla kuranore si "Fas'au ila dhikrillah", ecni shpejt në përkujtimin e Allahut, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", dhe nxitoni në punë që meritojnë në falje mëkatesh, "Fastabiqul khairat", shpejtoni ka punë të mira, e tjerë janë ajete dhe moto të jetës dhe qëllim i arritjes së kënaqësisë së Allahu xhaleshanuhu në jetën e kësaj bote. Le të mësojmë nga obligimi i haxhit dhe arritja e xhilerëve në vendet e shenjta dhe me kryerjen e shumë riteve të haxhit, saqë mendja shumë nga atyre të cilën kryejnë ritet e haxhit nuk arrin ta kuptojë ashtu siç duhet qëllimin që ka kryerja atyre riteve. Por kur kanë dëgjuar urdhëresën e Allahut xhaleshanuhu për kryerjen e këtij obligimit, kanë nxituar menjëherë sa u është dhënë mundësia për ta kryer atë. Lutja nxitoi drejt teje o Zoti im që të jesh i kënaqur. Është më shumë se sa një frezë, shprehje, është një mënyrë jetese për besimtarin. Ajo na fton të jetojmë çdo ditë me një qëllim të qartë, të kërkojmë kënaqësinë e Allahut, të mos e vendojmë pendimin dhe të mos lejojmë që gjërat e kësaj bote na largojnë nga rruga e treguar nga udhëzimet hyjnore. Është thirrje për të zgjuar shpirtërisht, për të kuptuar se besimi ka vlerë vetëm atëherë kur ai praktikohet. E vetë secilit nga ne i lind pyetja: a jemi prej atyre që nxitojnë në përmbushjen e obligimeve
apo jemi prej atyre të cilët janë të vënuar. A nxitojnë për të falur namazin në kohë si puna më e mirë. A nxitojnë të fitojnë kënaqësinë e prindërve, sepse në kujdesin ndaj tyre, ka thënë pejgamberi alayhi salam, gjendet kënaqësia e Allahut. A nxitojnë të jemi nga ata që janë të dobishëm për familjen e shoqërinë, sepse pejgamberi alayhi salam ka thënë, më i miri ndër ju është ai që është më i miri për familjen e tij. Në një kohë ku njerëzit nxitojnë pas të mirëve materiale të jetës së kësaj bote kalimtare, të jemi për atyre që ruajnë e mbrojnë fort vlerat morale, si një e mirë e pa zëvendësueshme, e pa tjetërsueshme për familjen dhe shoqërinë. Kurban Bajrami i këtij viti po vjen sërish për botën si një deficit e në veçanti atë islame, me një deficit të madh njerëzor për shkak të luftrave, genocidit që zhvillohet dhe bëhet në Gaza, ku vriten njerëz të pafajshëm në një vend ku mohohet e drejta për të jetuar në vendin e tyre. Le t'i bashkojmë lutjet tona në këtë ditë të veçantë, në këtë ditë në të cilën Allahu xhaleshanahu e ka bekuar, e ka shpejtëruar, që Allahu të sjell paqe dhe normalitet në ato vende. Lutni Allahut dhe kërkoni falje, që të na pranoj ibadetin dhe sakrificat tona. Shprehni gëzimin e kësaj feste në familje dhe kudo qofshi si pjesë e synetit të kësaj feste. Përhapni Islamin sepse është porosi profetike. Përhapja e Islamit ruan unitetin, afron radhët mes besimtarëve. Ju uroj nga zemra për shumë vjet festën e fitër e Kurban Bajramit. Allahu ju shpërbleft me të mira çdo sakrificë tuaj në këtë ditë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe mirënjohje i takojnë Allahut Azza wa Jall, Zoti i gjithësisë. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi konoren e mbar pejgamberëve, Hazreti Muhammedin alayhi salatu wassalam. Kënaqësia dhe pëlqimi i Allahut qoftë mbi gjithë ne dhe mbi gjithë umetin muhamedie deri në fundin e kësaj jete të përkohshme. Të nderuar imam, vllazën në fe dhe mision, të nderuar vllazën dhe besimtare, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë për herë mbi ju. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah,
Allahu Ekber, walillahi alhamd. Zoti është më i madhi, Zoti është më i madhi. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, edhe falënderimi i takon atij. Të dashur besimtar, për Zotin, madhniplot, për të gjitha mirësitë që na ka dhënë, duke qenë të lirë, në paqe dhe me plot të drejta për të manifestuar lirshëm fenë islame, fenë tonë madhështore dhe festat e saja, siç është sot Kurban Bajrami. Sot kjo ditë i gjen të gjithë besimtarët në mbar rruzullin toksor, duke festuar ditën madhështore të Kurban Bajramit. Gëzimi dhe hareja shihet gjithandej. Fytyrat e besimtarëve sot janë më të buzëqeshura se kur. Sot në këtë ditë feste, besimtarët janë më të mëshirshëm dhe me solidar, me të kujdesshëm dhe me të butë, të gatshëm si asnjëherë më parë për të kontribuar për nevojtarët, jetimet, të sëmurët, të shtypurit dhe për t'ia kthyer buzëqeshjen çdo kujt që i mungon buzëqeshja nga hallet dhe sprovat që natyrshëm i ka kjo jetë. Këto janë momentet ku besimtari vllaut ja shtrojnë dorën e pajtimit, duke arritur të fitoj betejën me djallin e mallkuar, i cili edhe sot, edhe në këto ditë festive, luan rolin e shkatrimtarit të marrëdhënieve familjare dhe shoqërore. Prandaj ne sot i bindemi vetëm Allahu Gjellëshanu dhe t'u urojmë këtë Bajram edhe atyre që ndoshta ishin pak të hidhuruar dhe ndoshta kishim raporte jo të mira. Sot është rasti më i volitshëm t'i hapim zemrat dhe shtëpitë tona. Të nderuar vllazën dhe motra besimtare, në këtë ditë të madhe të Kurban Bajramit, ditë e sakrificës e nënshtrimin ndaj Allahut Gjellëshanuhu dhe afërsisë me njëri tjetrin, ju uroj nga zemra që Allahu e pranoft kurbanin dhe veprat tuaja të mira. Por sot me lejoni me për ulësi e dashuri që të drejtohem edhe me një thirrje shpirti zemre, me një mesazh që bëron nga shqetësimi për fatin e vendit tonë, për bijtë e kësaj toke që po largohen gjithnjë më shumë, duke lënë pas familjet, rrënjët dhe të armën, kryesisht prindërit që i lënë të gjallë dhe i gjejnë fatkeqësisht në mërmerë. Thirrja jonë e vazhdueshme është që mos braktisni vendin tuaj, mos ikni pa u përpjekur këtu. Allahu Gjellëshanu e ka lidhur riskun me përpjekjen, jo me vendodhjen. Allahu Gjellëshanu thot në Kuranin famlar:
Dhe ai është që ju bëri trashëgimtar në tokë dhe lartësoi disa për jush mbi të tjerët në shkallë të ndryshme, për t'ju sprovuar në atë që u ka dhënë, marrë nga surja El-An'am, ajeti 165. Të nderuar besimtar, Shkodra është një vend i bekuar dhe unik në botë. Allahu na ka falur këtë vend me 3 lume që rrjedhin si gjaku në damaret e kësaj toke. Buna, drini i kiri, me liçenin e bukur, me detin afër, me alpe që ruajnë si konor në deri, me tokë të begat, me klim të butë dhe me një pozitë gjeografike strategjike, që shumë kombe do ta kishin lakmi, dhe që sot i kemi prezent rreth nesh. Po kush do ta ndërtoj këtë vend nëse jo ne? Mos harroni se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe rahmeti Allahut, e donte vendin e tij, ku detyrua të largohej nga Mekka i përlotur tha me lot në sy. Pashallahun ti e vendi me i dashur për mu dhe me i dashur për Allahun, si kur të mos me kishit dëbuar, kur nuk do t'isha larguar nga ty për nga Mekka e ndëruar. Po ne a kemi bërë mjaft këtu? A kemi dëruar? A kemi kontribuar? Apo a kemi bashkëpunuar? Apo vetëm jemi ankuar, vetëm ndëruar larg, pa ndërtuar afër? Atëherë ne që jemi të lirë, që kemi mundësinë të qëndrojmë, pse të largohemi pa kërkuar me mund dhe përkushtim riskun në vendin tonë? Allahu Gjeleshanu ka thënë, edhe në tokë ka begati për atë që janë të bindur. Surja e Dhariyat, ajeti 20. Ndërsa në një ajet tjetër citohet, Allahu është furnizuesi më i mirë. Risku nuk është vetëm jashtë kufijve, xhamati i nderuar. Risku është aty ku përpiqesh, aty ku beson, aty ku nuk dorëzohesh. Ai që qëndron me durim, me sabër në vendin e vet dhe punon me sinqeritet, do ta shohë begatin e Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu e shpërblen këmbguljen, qëndrueshmërinë, besimin. Nuk mund të ikim pa provuar gjithçka këtu, pa kërkuar riskun në vendin tonë, pa luftuar për të ardhmen këtu ku na ka lindur nana. Ikja nuk është zgjidhje vëllezër dhe motra, pa u përpjekur me dinjitet në vendlinjën tonë. Sikur të ishit mbështetur të Allahu, ashtu siç duhet, do t'ju furnizonte ashtu siç furnizon zojsht. Në mëngjesin dalin me barkun bosh dhe në mramje kthehen të ngopur, thuhet në një tjetër hadith të Rasulullahit alayhi salatu wassalam. Prandaj mos u mashtroni nga dritat e largta, mos e praktikoni vendin tuaj pa luftuar me nder për të ardhmen tuaj këtu pikërisht. Nuk mund presim që të tjerët të na ndërtojnë qytetin, kombin apo jetën. Ne jemi përgjegjës, sikur janë edhe përgjegjës me ndershmëri dhe me përkushtim edhe ata që na drejtojnë. Kjo është sakrifisa jonë, pikërisht sot, të mos ikim, por të qëndrojmë, të mos dorëzohemi, por të ngrihemi, të mos presim, por të veprojmë.
Duhet I lutemi pikërisht Allahut Azza wa Jall që kjo ditë, Bajrami, të jetë kthes për ne si individ dhe si shoqëri, të rizojë në zemrat tona dashurinë për vendin, për punën, për përpjekjen, për qëndrueshmërinë, sepse inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë vetveten, citohet kështu në një prej ajeteve të Kuranit famlart, pikërisht surja Ar-Ra'd. Në lidhje me këtë, vllazën dhe motra, duat që të sjellë një shembull ose raste të shumta në jetën tonë për të treguar mirësinë dhe begatinë që ka sjellë Zoti në këtë vend që flasim, në këtë vend që jemi gërmulluar, në këtë vend që e ka bekuar Zoti. Kur kam qenë student, si këto vllazët e mi koleg në vende të ndryshme islame, që kemi mësuar besimin për t'ju përcjellur si amaneqar juve pikërisht që I kemi si vllazën dhe motra, dhe njëherë prej ditëve pikërisht në Kairo të Egjiptit, në një qytet të madh të studentit ose të konviktit të madh, dhe kisha rast njëherë që të qëndroja me disa studentë të komsive të ndryshme, nga Afrika, nga Azia, nga Amerika e Largët, Evropa, Ballkani. Dhe njëherë po qëndroshim pasi falem një prej namazeve të ditës jashtë xhamisë në mjedisin e faltores, dhe ishim rreth 11 veta nga vende të ndryshme, nga Afrika dhe nga ato që unë përmenda. Dhe hapim si tematik se cili me përshkru vendlinjen ose vendin e vetë. Filloi një prej Afriket, e përshkruvi në atë mënyrën e tij realitetin e vendlinjes, filloi një prej Indonezijet, prej Malezijet, Ameriket, pastaj më erdhi radha mu për përshkruar vendlinjen, Shqipërinë që për hir të vërtetës nuk ja kishin idenë se ku ndodhet, por o donte që t'i thosha që gjinet afër Jugosllavisë, në atë kohë ishte akoma I pashpërbëm, afër Italisë, Greqisë, atëherë dikur orientuan se ku ndodhet Shqipëria. Dhe sigurisht unë fillova të flas për vendlinjë, jo për një vend qytet tjetër që Rovodën apo Herseke, ndonse edhe ato Allahu xhaleshanu ka krijuar në mënyrë të mrekullueshëm si vende. Dhe duke përshkruar Shkodrën, pozitën gjeografike, relievin, tre lumej që unë I përmenda, liqenin, deti, Alpet, Bjeshket, Malet, dhe të gjitha ato që po më dëgjoshin në mimikën e tyre shpreshin çudinë dhe mahnitjen, sa që njëri prej tyre tha, mjafton ju jeto keni në xhenet në parajs. Unë I thash që jetojmë në parajs në xhenet, por vetë nuk jemi xhenetli. 50 vite shkatrim në kohën e regjimit famkeq komunist, dhe 30 e sa vite I braktison. Vllazën dhe motra, në këtë ditë të madhe të shenjtë të Kurban Bajramit, ku përjetojmë sakrificën, qëndrueshmërinë dhe bindjen ndaj Allahu xhaleshanu, le të ndalemi për një moment dhe të reflektojmë edhe për sakrificën që bëjnë sot vllazët dhe motrat tona në vendet e tjera, si në Palestinë, por edhe në vendet e tjera jo islame, që për ne si musliman mjafton që janë njerëz
janë krijesat e Zotit, në cilat duhet të shprehim dhe mëshuri dhe mëshirë, harmoni e paqe me të gjithë njerëzimin. Shihni njerëz që përballen çdo ditë me agresion, me shkatrim, me gjenocid, me shpalosje, por ata nuk e braktisin vendin e tyre. Ata nuk e lëshojnë tokën e tyre, sepse ajo tokë nuk është vetëm dheu, por është identiteti, është amaneti, është shenjtëria. Le ta shohim këtë Kurban Bajram si një kthes. Le të sakrifikojmë ndoshta disa ëndra për hir të një vizioni më të madh, një Shkodër që ringrihet me bijtë e saj, me njerëzit që nuk ikin, por që ndrojnë e punojnë, kontribojnë e ndërtojnë, në emër të Zotit Madhniplot dhe për dashurinë ndaj adheut. Le të jemi ne ata që e mbushim këtë vend me jetë, që e kthejnë riskon në shtëpi, që e gjejnë bereqetin në tokën e vetë, sepse me bindje them, nuk na mungon bereqeti mirësia, nuk na mungon përkushtimi dhe përgjësia në shumë nivele. Zoti e begatoft Shkodrën tonë, Shqipërinë tonë. Zoti e mbusht zemrën tonë me durim, vendosmëri dhe dashuri për vendin. Zoti na orientoft të mos jemi vetëm konsumus të kësaj jete, por kontribues dhe ruajtës të saj. Allahu e mbrojt rinin nga dëshpërimi dhe emigrimi pa shpresë. Allahu na dhënë vizion, durim dhe begati në këtë vend, që ai vetë e ka stolisur me aq shumë mjeshtri dhe mirësi. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, si përfundim të kësaj kontese dhe mesazheve, në emër të Mbështjerisë së Shkodrës, ju drejtohem se uroj, lutem dhe ju bëj thirrje që në ditët e Bajramit dhe gjithmonë duhet të mizëtëroj tek ne fryma harmonisë, mirëkuptimit, dashurisë dhe paqes në mes të gjithë njerëzve, pa dallim feje, kombi, race, gjuhë e tjera. Muslimani i vërtet është atëherë kur është i paqët me veten, me familjen, me shoqërinë edhe me të gjithë njerëzit dhe krijesat e Zotit fuqiplot. Allahu ju apranof këtë ditë të madhe, ju dhash mirësi dhe gëzim në familje dhe kudo. Zoti ja pranoft haxhin haxhilerëve tanë që janë aktualisht në vendet e shenjta, në Mekke, mes tyre Shkodra, me një numër të madh mbi 100 haxhilerë. Edhe një herë gëzuar dhe përshëndet Kurban Bajramin me zemër të mirë dhe të paqë këtë festë të madhe, festë islame dhe shpirtërore. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allah
Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Vllazër dhe motra besimtare, tani jemi në momentin më të rëndësishëm të kësaj ditet e madhe të Kurban Bajramit, që është falja e namazit. Por le ta rikujtojmë mënyrën e faljes, që sigurisht falet me imam, dhe xhamati ne që jemi pas imamit shkojmë gjithmonë pas drejtuesit udhëheqësit. Pasi bëhen tekbiret, Allahu Ekber, Zoti është më i madhi, kënohet subhaneja në heshtje, pastaj bëjmë edhe 3 tekbire, Allahu Ekber. Me pas imami këndon surën El Fatiha dhe një surë të shkurtër ose disa ajete, dhe me pas bëjmë ato lëvizjet e tjera që janë rukuja dhe 2 sejdë. Kështu mbarojmë rekatin e parë. Për të filluar rekatin e dytë me tekbir sigurisht, përsëri imami këndon me za Fatihan, një surë ose disa ajete të shkurtëra, dhe përpara se të bëjmë ruku, bëjmë edhe 3 tekbiret e tjera. Allahu Ekber, Zoti është më i madhi. Dhe kjo është kryefjala e këtij bajrami, që i bashkohemi padyshim tekbirit Allahu Ekber të haxhilerëve që ndodhen në ramet dhe në tokët e shenjta. Dhe me pas vazhdojmë rukun, bëjmë 2 sejdë, dhe me pas këndohen ato dua lutjet, salavatet, e tahiyatu sigurisht, dhe jep selam në krahun e gjallë të majt, gjithmonë duke u udhëhequr nga imami jo më përpara, dhe kështu përfundojmë inshallah faljen e namazit të Kurban Bajramit me lutjen që Zotit na i pranoft. Dhe me pas vetëm ata që kanë ndonjë prekupim mund të largohen, ndonjë diçka tjetër, ndjekim hutben, predikimin e xumas, predikimin falit të Kurbanit që është afër xumas. Dhe imami jep disa mesazhe dhe në fund përshëndesim njëri tjetrin me urimin mat për zemër, gëzuar dhe përshëndjet festen e Kurban Bajramit. Atëherë imam Labdrim Hamja është i lutur që ta drejtojë këtë namaz, sigurisht pas disa tekbireve. Allah ju nderoft. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La
Me falë namazin e Kurban Bajramit. Allahu Ekber. Subhanak Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhanallah. Allahu Ekber. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. الله është më i madhi, Allah është më i madhi, Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi. Të gjitha falënderimet dhe madhërimet i takojnë vetëm Allahut të madhëruar, i cili na udhëzoi në rrugën e drejtë dhe na bëri prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe me dorën e tij gjithçka. Është e mira, është e keqja, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të themi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe vula gjithë pejgamberëve,
Allahu me madhërinë e tij e ka dërguar si mëshirë për mbar botet. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu ekber për çdo besimtar që është bindur Zotit dhe është nënshtruar vetëm atij. Allahu ekber për çdo haxhiler i cili është sot në vendet e shenjta dhe është përgjigjur thirrjes së Zotit të tij, labbaik Allahumma labbaik, tu përgjigja ty o Zoti im, tu përgjigja. Allahu ekber për çdo njeri, për çdo krijesë që furnizimi i saj, jeta dhe vdekja e saj janë vetëm në dorën e Allahut xhaleshanuhu. Allahu ekber edhe për çdo zullumçar, për zullumet që ka bërë, sepse nuk ka dyshim se zullumet e tija kanë kaluar pa parë, dhe pa dyshim që për çdo zullum të tij ai do të marrë ndëshkimin e merituar nga Allahu azza wa jall. Allahu ekber për çdo jetë, çdo viktim të pafajshëm kudo në botë, e veçanërisht atje në Gaza, ku krimet e luftës dhe shfarosja nuk kanë parë ose nuk kanë qenë të ngjarë asnjëherë në historinë moderne. Allahu ekber për secilin shahid që ka rënë në atë tokë të shenjtë, e padyshim që premtimi i Allahut do të vinë për atë vend të shenjtë. O ju njerëz, kini frikë Allahun siç e meriton Allahu të kijet frikë, dhe falënderoni atë për mirësitë, bekimet dhe mirësitë që ju ka dhënë. O ju njerëz, kini frikë Allahun që ju krijoi për një vete. Kini frikë Allahun dhe ai ju bëri fisë e popoj, që të njihni dhe dijeni mirë se më i nderuar nga ju tek Allahu është ai që është më i përkushtuar. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, në këtë ditë të madhe të Kurban Bayramit, në këtë ditë ku ka koinciduar edhe me ditën e Xuma, që ngjan haxhit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kam dëshirë shkurtimisht të sjellë përpara jush porositë dhe këshillat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u Allah shokëve të tij dhe haxhilerëve të haxhit të tij, të cilat me të vërtetë janë mësime të arta dhe mesazhe kumtimplot, jo vetëm për besimtarët musliman, për mbar njerëzimin edhe në derën e ditën e Kiametit. Ai u drejtua shokët e tij dhe haxhilerëve duke thënë: o ju njerëz, a dinin se në çfarë muaji, në çfarë vendi dhe në çfarë dite jemi? Ata i thanë: në një ditë të shenjtë, në një muaj të shenjtë dhe në një vend të shenjtë. Tha: atëherë gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj janë të shenjta për njëri tjetrin, dhe me thanë të paprekshme, derisa të takoni Zotin tuaj, siç është e shenjtë kjo ditë juaja, ky muaj juaj dhe ky vendi juaj. Ju do të takoni me Zotin tuaj dhe ai do t'ju pyes për veprat tuaja. A ju akumtova? Të gjithë i thanë: po. Tha: Zoti im dëshmo. Pastaj thot i zbritin disa ajete nga surja Tobe ku thot: vërtet numri i muajve tek Allahu është 12, sipas librit të Allahut që prej ditës kur krijoi qiellin dhe tokën. 4 prej tyre janë të shenjtë, sipas besimit të drejtë, prandaj mos i bëni vetes dëm duke shkelur këta muaj. Domethënë, mos i bani zullum dhe padrejtësi vetes suaj. Pastaj thot e vazhdoi hutbën duke përqendruar se kushdo që ka një amanet, duhet ta kthejë atë dhe kërkoj prej tyre të kthejnë borxhet të zotëve të tyre. Pastaj ndaloi, pra bëri haram kamaten me ngjalim të rrept dhe të prerë dhe konsideroi atë prej ignorancës periudhës së xahilijetit. Me të plotësoi duke thënë: kjo është feja vlefshë e drejtë, prandaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit dhe mos u ktheni pas meje o besimtar duke vrarë njëri tjetrin. A nuk u akumtova? Të gjithë i thanë po. Tha: Zoti im dëshmo. Pastaj kujtoi muslimanë në pozitën e gruas dhe respektin që duhet të tregon ndaj saj duke thënë: ato e keni marrë amanet nga Allahu dhe u është lejuar martesa me to me fjalën e Allahut. Kini frikë Allahun për gratë do këshilloj të silleni mirë ndaj tyre. Dhe shtoi: o ju njerëz, me të vërtetë besimtarët janë vëllezër e nuk i lejohet asnjëriu pasuria vllajt të tij veçse me razinë e tij. O ju njerëz, Zoti ju është një, baba ju është një. Dhe gjithë ju jeni nga Ademi dhe Ademi është nga dheu, më i nderuar i prej jush tek Allahu është ai që është më i devotshëm. Asnjë arab nuk është më i mirë se një jo arab, asnjë i bardhë se sa një i zi dhe asnjë i zi se sa një i bardhë,
përveç se me devotshmëri, pra me përkushtim. A nuk u akumtova? Të gjithë i thanë po. Tha, Zoti im dëshmo. Pastaj vazhdoi me disa fjalë të cilat kishin porosi dhe njëkohësisht para emrin duke thënë, kam lënë pas jush, ose kam lënë mes jush, nëse kapeni për ta, nuk do të humbni kur mas meje. Një gjë të qartë, librin e Allahut dhe sunetin e profetit e tij, pa traditën profetike. Ju keni për të pyetur për mua, prandaj çfarë do të thoni? Ata i thanë, dëshmojmë se ti ke kumtuar, e ke kryer dhe e ke këshilluar. Ngriti grishtin drejt qiellit dhe tha, o Zoti im dëshmo, o Zoti im dëshmo. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë të shenjtë, të lutemi për njëri tjetrin e të bëjmë dua për njëri tjetrin që Zoti xhaleshanuhu të na bekojë, e të na falë, të na mëshirojë. E veçanërisht të lutemi bëjmë dua për këtë në botë i cili është në vujtje, i cili vuan prej zullumeve të padrejta, të cilat i bëjnë në hak të interesave të kësaj bote. Të lutemi për vëllezërit dhe motrat tanë aty në Gaza, të cilët, siç e thash, më të vërtet po shijojnë e po vuajnë krime shfarosje që nuk i ka parë historia njerëzore. Të lutemi që Zoti xhaleshanu të sjellë paqe në atë vend, në tokë. Ata të jetojnë me dignitet si duhet të jetojë krijesa e Zotit xhaleshanu. Jemi krijesa më nderuar Allahut. Allahu na ka dhënë një përgjegjësi të madhe, na ka bërë me këmbës e tij në tokë dhe ne duhet jetojmë si me këmbësit e tij. Prandaj, në këtë ditë të bekuar të shenjtë, të falim njëri tjetrin, të tolerojmë njëri tjetrin e të lutemi njëri tjetrin. E lusë Allahun xhaleshanu që ta bekoj Shkodrën, të bekoj banorët e saj, ta bekoj Shqipërinë, e të bekojnë secilin njeri i cili me të vërtet është i drejtë, i cili nuk u bën zullum as kërkujt dhe i cili jeton me dignitet si me këmbë i Zotit tokë. O Allah i madhëruar, të lutem ty për secilin prej nesh që ta bekosh me mirësitë e tua të pafundme. Të lutem me ty që secilit prej nesh që mori pjesë në faljen Kurban Bayramit ta bekosh me mirësitë e begatitë tua të pafundme. Ne të lutem ty, O Allah i madhëruar, që ta pranosh secilit haxhiler që ka shkuar në haxh dhe është përgjigjë thirrjes tande, t'ja pranosh haxhin e tij, e lutjet e tija që ka bërë ai atje në haxh. O Allah i madhëruar, të lutem ty që na jep të mirë në këtë botë dhe në mirë në botën tjetër dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Na ban para atyre të cilët thrasin drejt mirës, të cilët e përkrahin të mirën, të cilët e përhapin të mirën. Allah xhaleshanu ju bekoft dhe ju dhash të mirë në familjet tuaja, gëzuar dhe me zemër të mirë Kurban Bayramin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la